Ka mbetur dikun edhe një 11-12 ditë, më pak se 2 javë, pra deri kur pritet që të merret një vendim i gjykatës kushtetuese lidhur me dekretin e presidentit për shpërndarjen e kuvendit të Kosovës. Siç e dim, gjykata kushtetuese e ka pranuar një ankesë nga kryeministri i Kosovës dhe nga deputetët e lëvizjes vetëvendosje dhe ka vendosur një mos të pezullimit të dekretit, por edhe të mbajtjes së seancave në kuvend deri në datën 31 mars. Kur edhe pritet që gjykata kushtetuese të delë me një vendim lidhur me këtë çështje. Gjatë tërë kësaj kohe, domethënë skena politike e Kosovës ka qenë relativisht i qetë, përpos disa veprimeve që janë bërë nga kryeministri i detyrë Kurti. Ai ka bërë 2-3 vendime taktike, përfshirë ftesën ndaj opozitës, ftesën që do t'i bënte paralajmërimin për një ftesë që do t'i bënte opozitës për një takim për zgjedhjen e presidentit, të një marrëveshje, të një dakordancë me Brukselin për çështjen e ligjit për të huajt dhe njoftimet që i shpërndan në opinionin publik jo zyrtarisht se është i gatshëm që të ofroj pozicione, që është i gatshëm që të ofroj një zgjedhje të presidentit të shpejtë nëse do t'i japë mundësia. Pra ka veprime taktike të cilat duket se kanë të bëjnë më shumë janë më shumë funksion të vendimit gjykatës kushtetuese dhe kemi në anën tjetër një opozitë e cila është në heshtje, është në pritje dhe i ka thënë zotit Kurti se s'kem çka flasim me ty derisa del vendimi. Presidenti i Kosovës Vjosa Osmani është pashtu në pritje, nuk ka pas ndonjë reagim ekstra të saj. Ajo po e pret vendimin e gjykatës dhe mendimin e saj lidhur me dekretin që e ka vendosur. Por për të folur më shumë për dekretin, pse zonja Osmani ishte e bindur që ky dekret duhej mbar, pse ishte kushtetues, çka pritet, çka mundet gjykata me jap si vendim, cila do të jenë opsione zgjedhore, por cila do të jetë ardhmja e zonjës Osmani, Sadriu dhe pjesës tjetër politike, do të flasim me doktorin e shkencave juridike, ekspertin juridik, Bardhyl Hasan Papaj. Bardhyl, mirë se je në Blitz Interview. Faleminderit, hastet kënaqësi. Bardhyl, çka pret nga vendimi i gjykatës kushtetuese që bëhet diku pas 12 ditësh? Po Astrid, në fakt unë kam qenë në brendit kësaj situate që nga fillimi dhe kam njeh me shumë vëmendje sepse është një situatë e re dhe ka ngjallë një debat madh juridik. Pritja ime e qartë dhe e parë është që gjykata kushtetuese nuk ka asnjë mundësi që dekretin që është nxjerrë nga presidentja Osmani ta trajtojë ndryshe prej asaj çka vetë kushtetuta parashën në mënyrë shumë të qartë. Pra dekreti është nxjerrë në përputhje të plotë me kushtetutën, është në përputhje të plotë me kushtetutën e Republikës së Kosovës dhe në fakt është i vetmi akt që nuk do duhej të kishte as kontestim juridik nga vetë palët, me që të gjitha bashkarisht një zëri e kanë ditur që një gjë e tillë do të ndodhë në momentin kur Kuvendi i Republikës së Kosovës dështon të zgjedhë presidentin me datën 5 mars të këtij viti. Pra automatikisht me 5 mars dështimi i Kuvendit për të zgjedhë një president për Kosovën nënkupton që ai kuvend nuk ekziston më dhe duhet të shkojë në zgjedhje dhe të kemi një përbërje të re të kuvendit. Kur the ke qenë brenda situatës, çfarë nuk kupton kjo? E kam njeh me shumë vëmendje, që në fillim përfshirë dhe konsulta me kolegë të ndryshëm të komunitetit juridik, edhe me përfaqësues të institucioneve, edhe me përfaqësues të vetë presidencës. Me që kur ka raste të tilla, sigurisht që të gjithë tentojnë të debatojnë mbi këto tema dhe unë kam qenë personalisht i përfshirë pashtu në këto debate. Ke pas konsulta me presidenten? Dhe në çfarë karakterit kanë qenë këto? Çfarë keni konsultuar? Zakonisht me presidenten... Për këtë çështje e kam fjalën. Po, ne di që njëri më moti, dhe është këtë logjikshme të keni konsulta. Me presidenten unë kam raporte personale, që kohë gjatë, 25 vite, mos më shumë, që në kohën kur ishim student, kolegë në fakultetin juridik, që të dy së bashku, dhe kemi marrë një raport profesional. Dhe sigurisht që, siç unë e çmoj mendimin e saj profesional, dhe për gjatë karrierës time në angazhimet e mia profesionale, jam konsultuar shpesh me të dhe njëjta
ndodhe dhe në rastin e saj, kur shpesh është konsultue edhe me mua për temat e tilla përfshirë dhe këtë temë. Dhe ju bardhëri, ta kemi qenë edhe debate bashkë. Unë e di që ende po o marrë dekreti, ju keni qenë pa ku i vëkë në mendime se në qoftë se nuk ka prezident, vendi duhet shkoj në zgjedhje, duhet shpërbëhet parlament, shpërndohet kuvendi dhe vendi duhet shkoj në zgjedhje. Unë kam pas vetëm një konsult shkurt me të. Një mendim kam marrë edhe prej meje, pas shumë konsulta që ka bërë me shumë të tjerë. Dhe unë biles në formë shakaj më thonë që unë e di që ti nuk e shkel kushtetutën, mos me shpërnda kuvendin. Pra që e di që nuk rrezikon që të shkelësh kushtetutën duke mos ushtruar funksionet kushtetuse që janë qarta të përcaktuara në kushtetutë. Që i vije që unë kam qenë me kuptim të plot mbi idenë që ajo nuk ka asnjë alternativë, asnjë rrugë dalje tjetër për pas që të shpërndaj kuvendin të ditën e nesërme. Unë e kom bë këtë pyetje shpesh. Po sa është pjesës të cilët janë skeptik nëse ka pas drejt ose nuk mendojnë se presidenti ka pas drejt ta shpërndaj kuvendin. I bëj një pyetje thjesht, në rast të tillë, çfarë është dash të bëj presidenti, të rri dhe të vëzhgoj apo çka? Po imagjinoj sakt. Se këtu do të një shpjegim, çka është dash të bëj? Në linjë me këtë argumentim, Astrid, imagjinoj një situatë kur presidentja do të hezitonte të merrte veprimet që janë parapame me kushtetutë. Dhe ajo thjesht ta lente situatën pa marrë asnjë veprim. Pra, deputetët të cilët kundërshtonin zgjedhjen e presidentit nuk shkonin në sallë. Deputetët që dëshironin të mazhorancës të vazhdonin me procedura të zgjedhjes së presidentit, pasi që kishin dështuar në konsultimet politike për zgjedhjen e presidentit, dhe presidenti të qëndronte, Vlos Osmani si presidenti e Republikës, ta lente situatën ashtu dhe të varej vetëm nga ajo kërkesa që është quhen nga kryetarja e Kuvendit Gjykatës Kushtetuese, për cilën nuk ka asnjë shenjë që Gjykata Kushtetuese e ka trajtuar akoma dhe në komunitetin juridik dihet fare qartë që ajo lëndë është lehtësisht e rrezueshme sepse nuk e prek dot Gjykata Kushtetuese, se ka themeluar një praktikë të mirë tashmë që pyetjet e tilla thjesht ti refuzoj dhe është një lëndë që ajo do të refuzohet kërkesa e kryetares së Kuvendit kur ka pyet mbi se çfarë duhet bëj Kuvendi me që nuk po arrin ta zgjedh presidentin. Këto veprime ish dash të bëhen e të drejtohen gjykatës në një formë tjetër shumë kohë më përpara. Të mos pritet natën e fundit, orët e fundit të natës fundit për të marrë veprime që qartazi nuk sjellin rezultat. Pra, fakti që deri me 5 mars në 12 natës që të gjithë së bashku kanë dështuar me zgjedh presidentin, ka qenë fare e qartë që nuk ka alternativë tjetër dhe çdo përpjekje tani për të kapur, për të fshehur pas dispozitave kushtetuese, unë besoj që jo vetëm që nuk sjell asnjë dobi, po i sjell dëm rendit juridik të Kosovës. A shkon rrugë e duhur a është dashur ndjek ndoshta rruga kur presidentja, si më thoni, thirr partitë politike në takim e merr edhe një konsultohet me ta para se të merr vendimin për shpërndarje të kuvendit apo nuk ka pas nevojë fare? S'ka. Jo, sepse s'ka diskrecion. Presidentja nuk ka të drejtë fare a me shpërnda, a mos me shpërnda. Pra nuk ka të drejtë, nuk është aty për të shfrytzuar një të drejtë kushtetuese me një diskrecion ku ajo mund vendos ose në këtë formë ose në atë formë. Ajo ka vetëm një detyrim të prerë qartë kushtetues, ta shpërndajë kuvendin me një dekret. Dhe ai dekret është super formal, sepse kushtetuta thotë kuvendi shpërndahet kur dështon me zgjedh presidentin. Por nuk tregon kush është shpërndan. Po praktika deri sot gjithmonë është shpërndar me dekret. Gjithmonë është shpërndar me dekret. Dhe po të analizohet ai nen, ku këta vetë thirren dhe e kundërshtojnë dekretin. Aty janë 3 mundësi. Ose kur dështon zgjedhjen e qeverisë, shpërndahet kuvendi, ose kur dështon zgjedhjen e presidentit. Por thot janë edhe 2 situata tjera, kur me 2/3, pra edhe kur vetë deputetët me 2/3 mbledhen aty dhe vendosin me shpërnda, kërkon thot me dekret të presidentit. Pra kur edhe ata vetë me 2/3 aty përmendet dekreti. Shprehimisht. Pra aty përmendet sepse është rasti më ekstrem e mo kur ata mund vendosin me votu me 2/3 me shpërnda kuvendit dhe me shkuar në shtëpi. Sikur edhe kanë bërë 2013 po pra, kur kanë bërë. Dhe mund vendosin vetë duke ngritur dorën 2/3 për me shkuar në shtëpi. Pa dekret të presidentit. Nuk shkohet në shtëpi. Dhe aty përmendet shprehimisht dekreti, ku thuhet që me dekret shkon në shtëpi.
Pastaj është edhe paragrafi 2 më poshtë, kur e përmend sërish presidentin, kur thot, presidenti mundet dhe aty i let diskrecion në rastin e mosbesimit të qeverisë. Pra, në rast kur hidhet në votim mosbesimi i qeverisë, në mënyrë të suksesshme presidenti e ka mundësinë, aty ka diskrecionin, a më e shpërnda, a mos më e shpërnda. Sepse nëse rrezohet qeveria, presidenti ka mundësi, a janë kushtet për me ja jap dikujt tjetër mandatin edhe me bën një kryeministër të ri, edhe mos më e çu vendin në zgjedhje, dhe aty i thret partitë politike dhe i thot, a është dikush që i ka 61 vota në kuvend, që mos shkojmë zgjedhje, mos ta shpërndaj kuvendin, apo thjesht nuk ka dikush që mund ta merr qeverinë dhe ta shpërndaj kuvendin. Aty duhet t'i thras partitë politike. Dhe është tek paragrafi 2 më poshtë, pra tek neni 82 ku këta vetë thirrën, që në rast të mosbesimit të qeverisë, presidenti i thret partitë politike në konsultim me to dhe ka diskrecion. Aty ka diskrecion, a më shpërnda, a mos më shpërnda. Pra që i tërë neni 82 ku këta vetë thirrën, e lidh ngushtësisht shpërndarjen e kuvendit me dekretin e presidentit. Edhe në rastet më ekstreme kur votojnë 2/3 e deputetëve, edhe në rastet kur ka mosbesim të qeverisë, dhe aty e ka diskrecion presidenti a më shpërnda apo mos më shpërnda, por në dy raste tjera kur dështon me zgjedh qeverinë dhe kur dështon me zgjedh presidentin, shpërndahet kuvendi dhe automatikisht rrjedhimisht nën kupton me dekret të presidentit. Imagjinoni një situatë kur 120 deputet aty, disa thonë kushtetuta na thot që jem shpërnda. E disa thonë jo, mos jem shpërnda na. Mos më ekzistojë dekreti i presidentit, disa i kem që shkojnë kuvend me punu prap, se mendojnë që nuk është shpërnda kuvendi. Dhe disa i kem që nuk shkojnë se thonë jo, jemi shpërnda. Imagjinoje 120 mendime, a është shpërnda apo nuk është shpërnda kuvendi, dhe kushtetuta se ledot në diskrecion të vetë deputetëve, kur thot shpërndahet kuvendi, me çka shpërndahet kuvendi për postë me një dekret. Dhe ky ka qenë praktika gjithmonë. A u shpërnda në rastin e fundit në nëntor vitit kalum. Pa të thua shprehimisht që presidenti ja ka. Jo njëjti formulim është. I njëjti formulim, edhe aty, kur dështon në formimin e qeverisë, as aty nuk përmendet presidenti. Po shpërndahet kuvendi. Me çfarë shpërndahet? Me dekret. Me dekret. Gjithmonë është shpërnda. Pra, po ti kthehemi praktikës që në themelimin e këtyre institucioneve, gjithmonë kuvendi është shpërnda vetëm me dekret. Sepse tri janë, si më thon, bazat e diskutimit edhe në opinionin publik, mbi, si më thon, këtë arsyeshmërinë e vendimit presidentit, dekretit presidentit. Njëra është kjo që kërkon nuk thuhet, për ata që kërkon nuk thuhet që presidenti ja shpërbën kuvendin. Kjo është një. E dyta është që ky votimi nuk ka nisë dhe nuk është shpenzu. Nuk është shpenzu kjo rrethant. Dhe e treta është ai 60-ditëshi. Që të trija ato në një farë forme në bazë të asaj që ne po rri, po takoj njerëz e senem, kanë arrit të paktën herë vetëm njëra nga to, herë 2-3 bashk, kanë arrit me kriju një bindje që mos ndoshta është ngut presidenti, në opinion publik. Por po du me sqaru në raport me opinionin publik. Pse, çka është e vërteta këtu? Sipas jush. A është konsumu mandati? A është konsumu votimi? Dhe 60 ditë çka është? Sepse çuditërisht shumica skeptikëve thirrën në njëra nga këto ose në të 2-3 bashk. E kom ndjek edhe unë këtë argumentim. Nuk flas vetëm për lëvizjen vetëvendosje, e cila ka bërë argumentimin në gjykatë kushtetuese. Dëgjoj, ideja është për ta thonë më ndryshe. Nëse trenin e ke në orën 3 dhe nga këtu ne mund bëjmë 30 minuta me shkudejt e treni. Tash, nëse ti nisesh me vonesë, ti nuk i thu trenit shtyje orarin. Ti ke me mri në atë kohë, në orën 3 treni niset. Nuk të pret ty as mua as kërkan. Ti nisu 3 orë përpara, po deshe, nëse ecen nga dalë, ose nëse ti shko shumë shpejt, shko për 2 minuta po deshe. Në këtë kontekst mund të zbërthejnë edhe afatet kushtetuese. Afati kushtetues që thot 30 ditë përpara duhet të zgjedhet presidenti, çdo afat tjetër para ti që përmendet 60 ditë, mundësia me votue 3 herë, dhe gjitha këto janë në shërbim që më mri deri te ky afat. Është e vërtetë që kuvendi është themeluar në 11 shkurt nëse zgaboj. Pra, që nuk i ka pas 60 ditë në dispozicion. Po 60 ditë në dispozicion me zgjedh presidentin nuk është e drejtë. Është mundësi, një maksimum që ta ka leju kushtetuta, brenda cilit
kur nis votimin me zgjedh presidentin. Por nuk është e drejtë që shtyja fatet tjera kushtetuese. Kuvendi e ka ditë që të gjithë së bashku i ke 20 ditë në dispozicion, nuk i ke më 60 ditë. Dhe ato 20 ditë shfrytëzoj për të zgjedhur presidentin. Dhe shpërndarja e kuvendit është pa aftësia me e zgjedhur presidentin. Dhe katërcipërisht këto forca politike, këta deputet kanë dëshmuar që s'mund e zgjedhin presidentin. Po në qoftë se s'ka pas të rundet votimit, a është e dëshmuar me pa aftësia? Po, shepe, dëgjoj. Ne tash po i marrim këto. Kjo kushtetuta jonë është shumë demokratike, është shumë e qartë. Është e prerë në kompetencat mes pushteteve. Fatkeqësisht, që të gjopë pse abuzohet edhe prej vetë krerëve të partive politike. Ne nuk i kemi pas deputetet fare duke konsultuar. A e zgjedh kuvendi presidentin? Po. Ku i ki pa deputetet ka diskutojnë për emra presidentesh? Albin Kurti si kryeministër nuk ka qenë deputet fare. Albin Kurti nuk e zgjedh presidentin. S'është deputet. Fare nuk është deputet. Ideja është që deputetët duhet të zgjedhin presidentin. Dhe në rast se ne lujmë me këta afat edhe e relativizojmë aq shumë dhe aq lehtë, sa që deputetët edhe po nuk e zgjedhin presidentin apo qeverin deri nesër, ata mund të vazhdojnë të fshehen pas disa afateve tjera që i shpikin në kushtetutë dhe të mos shpërndahen. Logjika e kushtetutës është fare e qartë. Nëse kuvendi dështon me zgjedh presidentin, duhet mu shpërnda. Kaq, ata deputet kanë dështuar në ushtrimin e një prej funksioneve më të rëndësishme kushtetuese dhe nuk ka asnjë detyrim më të madh e më të rëndësishëm se sa zgjedhja e presidentit. Ata deputet kanë dështuar me zgjedh bashkarisht dhe një zëri. Dhe xhanem, nëse nuk e mujt për 20 ditë, si do mundesh për 60 ditë? Po flasim ne që duhet 60 ditë patjetër, me thonë dita e parë është paraqitja kandidaturave, dita e dytë është fjalimi, dita e tretë është komentimi mbi fjalimet, dita e katërt është komentet me shkrim mbi fjalimet e kandidatëve. Po të ishte 60 ditë që një tërsi hapash procedural që patjetër duhesh me respektue për 60 ditë, pastaj do të ishte situatë tjetër. Po ti 60 minuta ke nevojë me zgjedh presidentin, kur dëshiron me zgjedh, kur ka vullnet me zgjedh. Asnjë më shumë. Po natyrisht, vullnet politiko komplet. Por kur s'don me zgjedh, jo 60 ditë, po 600 ditë. Dhe fatkeqësisht, nëse ne i relativizojmë afatet kushtetuese kaq shumë dhe nuk shpërndahet kuvendi, i bie që çdo gjë është relative pastaj. Pse me zgjedh fare presidentin? Si po mendon pse me zgjedh fare? Hiç mos zgjedhin? Kthehen ata, i provojnë edhe 60 ditë, s'mujnë me zgjedh. S'pe zgjedhin, vazhdo kuvendi, vazhdo ushtruesi i detyrës presidentit. Tashmë që është më shumë s'mundet. Po jo, po kur po thot kushtetuta që duhet presidentin para 30 ditëve para se mi marru mandati tjetrit. Është shumë e qartë, po ti se bën, e relativizon. Pastaj pse mos me lanë edhe ushtruesin e detyrës 1 vjet, 2 vjet, 3 vjet. E njëjta gjuhë e kushtetues është. Duhet maksimumi 6 muaj ushtruesi i detyrës presidentit. Po na po flasim për sanksione, s'ka sanksione aty në kushtetutë, s'ka kështu pas për ushtruesin e detyrës s'ka sanksione. Çfarë sanksioni ka? Jo, s'ka asnjë. S'ka sanksione. As nuk parashihet çka ndodh 6 muaj pas. Po pra, nëse i relativizojmë këto afate, nëse relativizojmë këto afate, i bie që çdo gjë është relative. Edhe 6 muaj që i bëhet 12 muaj, pa problem. Ushtruesi i detyrës. Pse se shkojmë ne në zgjedhje, pastaj partitë politike nuk arrin me formue kuvendin, me formu qeverin, besa as presidentin, dhe kalojnë edhe 6 muaj. Çfarë do bëjmë ne? Kalojnë. Pra kur s'ka vullnet politik, kulturë politike për marrëveshje, për me funksionalizu institucionet, pastaj kushtetuta nuk mund parashe çdo lloj dispozite për mendjet e prishta politike që i keqpërdorin dispozitat edhe rendin juridik. Dhe nuk i përdorin në frymën e funksionimit të tyre. Bardhyl, se thash që po më intereson një çështje me diskutuar me ty. Në Amerikë thonë që seanca gjyqësore nuk fitohen në gjykat, fitohen jashtë, në opinionin publik. Në Amerikë thonë, edhe këto s'po flasim për seancat kushtetuese atje, gjëra tjera,
po edhe vet i fajshëm nuk shpallësh në gjykat, po shpallësh në opinionin publik, ose i pafajshëm. Tash kjo pak relative, po e kam një pse si arriti më ndërtu kjo klim, për mendimin tim, mos të ndërtuar, si një klim, ku edhe ata që do të donin të kishte drejt presidentja në dekretin, pra që janë idhtar dhe mendojnë që për dekreti është i drejt, kam frikë. Kam frikë se gjykata kushtetuese mund të veprojë ndryshe. Nga nisi dhe si nisi ky se dikush mund t'ja lën fajin lëvizjes vendosje, mirë po na kena pa që ka pas individ, njës që i quajnë veten të çështjeve juridike po dhe kushtetuese, që kanë mbjell fara të dyshimeve se 60 ditë që është mjaftueshëm. Nga u ndërtu kjo klim dhe çfarë efekti mund të ketë? Shipe, po nga u ndërtu kjo klim pa konspiracione, po them, si u ndërtu kjo? Sigurisht ka shumë teori, por unë besoj që edhe ata vetë jurist, shumë prej tyre shumë të mirë, të respektuar, e dinë fare mirë këtë imperativ kushtetues që ai 60 ditë është në një kontekst fare tjetër dhe është në shërbim të këtij maksimumi limiti të vendosur kushtetues. Dhe ata po mbrojnë pozicione politike që xhanem është e drejtë e tyre dhe mund bëjnë avokatin në një pozicioni politik, por nuk i bëjnë nder. Imagjino në astrit një situatë. Që se ka aty në mesin e atyre të cilët nuk besoj që po mbrojnë pozicione politike. Unë besoj shumica që tentojnë të përdorin 60 ditën e nenit 82 si e drejt kushtetuese që prevalon mbi 30 ditën përcaktuar në nenin 86. Shumica mbrojnë pozicion politik. Se është edhe ish kryetari i gjykatës kushtetuese Enver Hasani. Dëgjoj. Imagjinoni një situatë kur thjesht ne e kemi kryetarin e kuvendit. Kryetari i kuvendit vjen nga partia më e madhe, grupi më i madh parlamentar. Partia që ka fitu shumicën. Automatikisht propozon kryetarin, bile patëm shumë debate e raste kushtetuese. Tani është katërcipërisht e qartë që parti tjera s'kan qare për me funksionalizu kuvendin, pa votue kandidatin e partisë më të madhe. Nëse ne relativizojmë këta fat kushtetues, kështu, ne stimulojmë partinë më të madhe që ka kryetarin e kuvendit, që gjithmonë mos me zgjedh presidentin, sepse gjithmonë e merr ushtruesin e detyrës të presidentit përmes kryetarit të kuvendit, të paktën për një periudhë caktuar kohore, deri në 6 muaj. Ose edhe më keq. Pra nëse ne interpretojmë këtë 60 ditën dhe themi s'ka filluar, ta zomë nëse në një situatë tjetër hipotetike 60 ditë fillon ditën e fundit të presidencës me 4 prill. Me 4 prill, një ditë para se me marru mandati presidentit, fillon 60 ditë, fillon procedura, nëse ne relativizojmë. Dhe tash, gjithmonë i ki 60 ditë tjera shtesë mas mandatit të presidentit. Presidenti shkon në shtëpi, kryetari i kuvendit për 60 ditë të paktën, bëhet ushtrues detyre i presidentit, pa u shpërnda parlamenti fare, dhe në ditën e 60 e zgjedh një president tjetër konsensual. Pse duhet me pas presion politik, partia më e madhe që ka kryetarin e kuvendit, me zgjedh presidentin. Kur gjithmonë i hanë 60 ditë, të paktën 60 ditë, nëse interpretojmë kështu 60 ditën, të paktën 60 ditë, gjithmonë e merr përmes ushtruesit detyrës, e merr presidencën. Dhe kjo është logjika pse kur dështon kuvendi, automatikisht mbyllet kuvendi, shkohet në zgjedhje. Sepse për ndryshe, nëse e kalojmë këtë afat, 60 ditë për lam një 60 ditë me ushtrues detyre, po ditën e 60 për zgjedhim presidentin, e s'po shkojmë zgjedhje fare. Pra na perujmë kuvendin, perujmë kryetarin e kuvendit e kuvendit përçojmë 60 ditë me majtë edhe presidencën, po ditën e 60 për zgjedhim edhe presidentin. Sepse s'prish punë, na lejon 60 ditë i paragrafit kushtetues që është në nenin
2. Kjo është logjike mrapsht pastaj. Nuk është në linjë me ciklin e mandateve. Fundja, pse kuvendi ka 4 vjet mandat e presidenti 5? Pse? Kur është bë kushtetuta, pse i ka jep 4 vjet mandat kuvendit, po presidentin e kena me një mandat 5 vjeçar? Që atë kur s'ka qeveri të ketë kuvend. Po pra, edhe kur s'ka. Në rasti kur Po pra, të pas qeveri, të po ketë pra, kuvend. Do të ketë formohet kuvendi e kije një vit në dispozicion me zgjedh presidentin. Dhe pastaj, presidenti ka edhe një vit më shumë, vjen cikli tjetër i kuvendit dhe gjithmonë nuk bjen të njëjtën datë që mos më pas as kuvend, as president. Me pas institucione zero. Dhe është hera e parë, Astrid mos harroni, Po, është hera e që do parë mbesim që ne po mbesim pa president. Nga vullneti, mungesa e vullnetit politik, nga votat. Po pra, dhe ne e kemi ditë që 5 vjet që me datën 5 prill mbaron mandati i këtij presidenti. Nuk na rroj pa pritur. Nuk e një vend vakant i pa planifikuar edhe i pa parashikuar. 5 vjet i ka në dispozicion. Dhe nëse prishim këtë ciklin që çdo 5 vjet me siguru vendit president, pastaj e banalizojmë total. Dhe fundja pse është e detyrueshme që presidenti mos marrë funksione, ne dim ka ikë një president o shkarkuar vetëm se ka marrë funksion politik. Dhe ngrim, po e ka marrë. Ngrim, po e ka marrë. Dhe gjykata ka shkuar as larg, saqë në rastin e presidentit Sejdiu ka thonë që edhe nëse ki një pozicion politik të ngrim, konsiderohet që ki bësh shkelje kushtetuese dhe u detyruhet t'jap dorëheqje. Pra, ideja është që e shkput fare presidentin prej jetës politike, sepse është aq i rëndësishëm si figurë që duhet maj unitetin e shtetit dhe funksionimin kushtetues të gjitha institucioneve. Dhe nuk bëhet shaka me këtë cikël të zgjedhjes presidentit. Kush po bën shaka me këtë cikël të zgjedhjes? Të gjitha forcat politike. Të gjitha forcat politike. Dhe duhet ta kuptojë njëre mirë, kur kuvendi dështon me zgjedh presidentin, shkon në zgjedhje, e hub mandatin. Kur deputeti nuk e zgjedh presidentin, shkon në zgjedhje, nuk ka interpretim tjetër. Çdo relativizim i kësaj, pastaj është në një kaos juridik. Nuk është më as edhe një mundësi logjike ligjore që me funksionue cikli i shëndosh institucional institucioneve kryesore të shtetit. Si e ke pati, mu më ka duk pak befasi, PDK dhe juristët e saj kanë qenë, si me thonë, në baltë asaj ides që në qoftë se nuk zgjedhet presidenti me para 30 ditë të skadimit mandatit presidentit duhet me automatizëm të shpërndahet kuvendi. Mirë, po tash komente në gjykatë kushtetuese nuk dërguan. Dërguan të LDK-s, do i gojë presidenti, nuk e di edhe kush ka dërguar tjetër. Sigurisht qeveria i ka dërguar spari, por PDK nuk dërgoi komente. Çfarë është logjika? Çka? Unë ishte pak sa e çuditshme të them drejtën, sepse e kam dëgjuar me kujdes të gjithë spektrin e partive tjera se si do reagojnë në këtë dekret. Partia Demokratike ka qenë shumë e zëshme, sidomos përmes profesorit Gruda, i cili e ka shpjeguar shumë mirë çështjen e kushtetutshmërisë së dekretit, por për befasi nuk dërguan komente në gjykatën kushtetuese. Është taktik politike, këtu. Mbetet për tu pa, por ata e din fare mirë që nëse ati kuvendi i qelet dera edhe një herë nga gjykata kushtetuese, në çfarë do lloj interpretimi që për mua do të ishte e çuditshme dhe e papritur. Por nëse i qelet dera ati kuvendi për t'i jap mundësinë qoftë edhe 1 ditë, 2, 3, sado qoftë ajo, për me zgjedh presidentin. Pastaj ne kthehemi në pikën 0, ku partia që ka mazhorancën do të tentojë që të shkojë te 61 votëshi, pra që me 61 vota me zgjedh presidentin, jo me 80 vota, jo me konsensus politik. Pra veç e qel edhe një betejë të re politike dhe zvarritje pastaj prap me raste të reja në gjykatë kushtetuese. Si qelet ajo derë? Me një trik procedural apo me një ngërç tjetër të kuvendit, rasti prap shkon në gjykatë kushtetuese dhe rezultati prap do të jetë. Apo ki dyshime mbasa që më thua, apo ki dyshime që ka diçka prapasket. Mes mund të Nuk është e rastishme, nuk është e rastishme. PDK-s dhe VV-s për këtë rast. Mënyrën siç e shohun nuk është e rastishme. Domethënë nuk është e rastishme gjithë kjo lehtësime të cilën ata në publik janë kaq të zëshëm. Se ta e tha nuk i shkojnë me Albin Kurti takime më. Tash në gjykatë. Edhe ato tentativa për takime nga kryeministri Kurti edhe ishte fare e qartë një presion i madh ndaj gjykatës kushtetuese. Pra kur ti dërgon ftesa për takime, për diskutuar për presidentin, ndërkohë që kije një mast për kosh me gjykatë kushtetuese, qartas je ka i bë presion gjykatës kushtetuese.
sepse nuk mund të interpretohet ndryshe. Si takohesh, diskutosh për presidentin për ki një mos, dhe mos harrojmë, gjykata kushtetuese ex officio e ka pezulluar parlamentin. S'e ka kërkuar askush. Po, shkon Kryeministri, kryeministri ka kërkuar pezullimin e dekretit, mos përkohshme ndaj dekretit. Dhe gjykata kushtetuese vet ex officio e ka pezulluar edhe kuvendin. Po kur e ka pezulluar edhe kuvendin, ata s'mund të merren fare me asnjë temë. A do të kishte mundur të mos ta pezullonin të kuvendin, Bardhyl? Të pezullonin të vetëm dekretin e presidentit sa, pastaj do të bëjë mishmash. Po do të bëjë mishmash, po kanë mujt që për çështjen e presidentit ta pezullojnë kuvendin. Por që ta lënë në funksion pastaj për me miratu ligje, marrëveshje ndërkombëtare dhe punë tjera. Por mos më marr me çështjen e presidentit. Kanë pas atë mundësi. Po fakti që gjykata kushtetuese, sepse prima facie është e qartë, gjykata kushtetuese ka pezulluar kuvendin, sepse e din që kuvend s'ka mo kur ka dështuar me e zgjedh presidentin. Ky pezullimi, vendimi për pezullim i gjykatës kushtetuese te një pjesë e njerëzve, si më thon, ka hedh ato dyshimet, mos nuk është diçka rregull me dekretin. A mund të interpretohet kështu? Jo, ata kanë bërë shumë mirë që kanë pezulluar dekretin, sepse kjo çështje duhet mu trajtuar mirë, juridikisht në temel, edhe me jep rrugë saj pune. Dhe është mirë që fundja fundit edhe po e kontestuan dekretin. Edhe po gjetën ndonjë interpretim më kreativ, më ndryshe, në funksion të funksionimit të institucioneve. Prapse dekreti ka vënë lëvizje gjykatën kushtetuese, sepse si do të merrte gjykata në shqyrtim çështjen e zgjedhjes presidentit? Ma ato pyetje që i ka quat natë kryetaria e kuvendit, janë qarta si të rrezueshme. Nuk i pranon. Ato fare po duket, ë? Po s'janë marrë, as nuk po diskutohet për to. Nuk diskutohet sepse ato janë qarta si të rrezueshme, sepse në vazhdimsi ka rrezuar gjykata kushtetuese pyetjet hipotetike. Ç'a bëhet kur të bëj kështu, kur të bëj ashtu? Për çështjen e konstituimit të kuvendit ka bërë disa përjashtime, ka hyrë deri te proces verbal sepse ka konsideruar konstituimin e kuvendit e ka konsideruar akt kushtetues. Dhe ka bërë atë përjashtim dhe mirë ka bërë, që ka jap udhëzime si të funksionalizohet kuvendi. Por se ç'a do bëjmë neve si të sillemi në sallë, është qarta e rrezueshme ajo kërkesë dhe dekreti një të mirë që e ka bërë që e ka fut në kanalet e gjykatës kushtetuese të gjithë këtë debat për të japë zgjidhje juridike. Bardhyl, ka qenë pritshme, s'ka pas befasi për mandatin, pa ka qenë ato të zhduk befasi mos nominimi nga lëvizja vetëvendosja i zonjës Osmani për presidenti. Kur e ka kuptu presidenti këtë punë? A ka po isharete ma herët apo dej në ditën kur i ka shku Albini zyre? Për besë ka qenë pak befasi për që gjithë dhe unë e kom përshtypjen që shumica 80% e vetëvendosjes akoma nuk e kupton, po mendojnë që është një lojë politike mes tyre, se akoma nuk e kupton që VV-ja nuk e ka propozuar presidentin Osmani për një mandat të dytë. Në fakt edhe deklarimet e tyre. Në fakt edhe deklarimet e tyre të fundit ju patë edhe nga zonja Gërvalla Shfarc që tha ne kishim votat 7 votat e guxos për presidentin Osmani. Edhe në deklarimet e eksponentëve të vetëvendosjes akoma tregojnë prallën e 30 nënshkrimeve. Pra, akoma ata vazhdojnë të tregojnë prallën e 30 nënshkrimeve se si ne i kemi pas 30 nënshkrime për presidentin Osmani, bile 33. Më thonë, imagjinoje, 33 nënshkrime për ta nominue. 3 ma shumë se Glauku. 3 ma shumë. Pra, akoma, Glauku, vetë zoti Konjufsa, 2 ditë para, tha unë do ta votoj, tha presidentin Osmani për një mandat të dytë. Pra, në diskursin publik, politik, akoma ata fshehen pas petkut që ne jo s'kemi qenë kundër, nuk jemi kundër një mandati dytë të presidentes Osmani, por janë partitë opozitare ato që e kanë pengue dhe s'kemi arrit të bëjmë shumicën. Dhe japin sinjale të paqarta publike. Së në rregull është, pse ta bëjnë edhe për një mandat të dytë presidentin Osmani? Pa ma duhet dalin, shpjegojnë. Nuk dëshirojmë të provojmë një mandat dikë tjetër në këtë mandatin e dytë. Një president tjetër, Kosova ka njerëz plot që mund ta ushtrojnë atë funksion. Dëshirojmë dikë tjetër. Jo presidentin Osmani, dalin ta thonë qartazi, por nga një anë nuk e bëjnë, dhe nga ana tjetër thonë, jo, ne dëshirojmë ta bëjmë, por s'po mundemi. Çfarë bie kjo? Jo, ata dhanë në fund që se bëjnë. Askush se ka thonë juri kështu. Kur ti i ka thënë presidenti ja pranoi që i ka thënë.
Po presidenti Osmani Qartazi e tha që kryeministri Kurti ka dash një president tjetër, jo presidentin Osmani. Po ne nuk e kemi dëgjuar versionin e Kurtit dhe televizat vetëvendosje zyrtarisht. Ata akoma Jo, ta thonë s'ka pas vota, thonë. S'ka pas vota, po jo që ne s'kemi pas dëshirë. Akoma nuk thomë që s'kemi pas vullnet ta bëjmë. Ti e sheh si mungesë që s'kan pas dëshirë dhe vullnet apo? Qartazi, domethënë, po të kishte pas dëshirë kryeministri Kurti dhe lëvizja vetëvendosje për të bërë president edhe për një mandat zonjën Osmani, sot ne do të kishim president zonjën Osmani për një mandat të dytë. Qartazi kanë jep sinjale, sidomos Lidhja Demokratike e Kosovës, si dhe disa deputet individual kanë jep sinjale që ata do ta votanin. Është interesant, lëvizja vetëvendosje kryesisht kur pyet për këtë punë, flet si ka pas votat lëvizja LDK, po nuk tregojnë për votat e tyre. Herë thonë se kemi pas, po nuk tregojnë kush u kon kundër, ndërsa te LDK janë të gatshëm me tregu se kush ka qenë kundër. A janë këtu, si më thon, makinacionet PR-it politik apo si ishe? Sigurisht. Tani po maksimalizohen edhe në rrëzimin e presidentes Osmani nga posti i presidentit, rrëzimin, sepse nuk është rrëzuar, po në kuptimin figurativ që mos t'i ofrohet edhe një mandat të dytë, të përfitojnë politikisht në kurriz të figurës Vjosa Osmani si një politikane e fuqishme dhe që pritet ketë një rol të theksuar në jetën politike në vend. E përmend edhe vetë më herët, Bardoli, një që nga koha e studime e zonjën Osmani. Si e përshkruan dhe çka pret që ka me bëj ajo mbos njërive që i keti për të. Presidenti Osmani dhe Vjosa si person, si individ, është shumë këmbgulse. Domethënë është shumë këmbgulse, është konsistente, shumë punëtore, edhe kur ajo ka targetet e qarta, she dies trying, thonë anglisht, domethënë ajo vdes për nuk tërhiqet. Vdes për nuk tërhiqet. Kështu që unë e shoh si një politikane të fortë në skenën politike të Kosovës. Çka i bën kjo vdes për nuk tërhiqet në këtë rast politikisht? Çfarë i bie që do të bëjë zonja Osmani? Zonja Osmani ka ofruar Qartazi dëshirën që të ketë një mandat të dytë si presidente. Por jo domosdoshmërisht vetëm aty. Ajo ka lënë që para zgjedhjeve mundësinë dhe sidomos më njëherë pas zgjedhjeve, para se publiku ta dia do të jetë presidente apo jo për një mandat të dytë, që ajo do të jetë prezente në skenën politike. Pra dhe ka parashikuar Qartazi që në rast se nuk do të jetë presidente, ajo do të japin kontributin e saj në jetën politike. A është ky rikthimi i zonës Osmani në LDK? Patëm dje edhe dje një status në Facebook të Zohet Abdigjiku kur tha që LDK-ja po vjen e bashkuar në këtë mars, në këtë pranverë. A i bie kjo që është afër një rikthimi të zonës Osmani në LDK? Po, mos më thunë se din sepse ti din më shumë se që ata prepreshin me shumë pompozitet. LDK-ja në shumë dimensione, por sidomos elektorati i LDK se pret me shumë gëzim kthimin e Vjosa Osmanit në LDK. Dhe këto paralajmërime të zotit Abdigjiku, Qartazi e konfirmojnë të katërcipërisht që ai dëshiron të ofrojë një bashkim të gjithë atyre që kanë pas atërmbetje me Lidhjen Demokratike të Kosovës. Po këto paralajmërime janë si më thon të koordinuara. A është duke u diskutuar kjo punë? S'besoj që mund flet as lehtë për një bashkim pa pas indikacione të qarta. Të paktën është dëshirë e LDK-s, angelet pastaj tek presidenti Osmani në veprimet e saj politike se qa do të bëj, por LDK-ja i ka hap dyrë në gjitha nivelet. Edhe për presidentin Osmani është kjo rruga që do ta ndjek. Shife, mendimi. Personalisht për presidentin Osmani është më mirë që të mbaroj karrierën politike. Personalisht si individ, po të dëgjoj këshillën time. Qa do arrish më shumë se sa presidente në një jetë karrierë politike. Por, kam përshtypjen që ajo me që ka qenë ekspozuar sidomos në raportet ndërkombëtare dhe ka një kapital të jashtëzakonshëm të komunikimit në arenën ndërkombëtare, e sheh si një humbje të madhe për Kosovën nëse ajo thjesht i veçelësin kësaj karriere politike në këto momente. Vetëm për Kosovën, ajo. Po pra, ideja është që e shef si kështu, sepse qa do arrish më shumë? Ajo i ka arrit mojat e... Por sa shumë e rritë pensionohet. Po pra, i ka arrit mojat e politikës. Por shumë e rritë pensionohet. Të kthesh edhe njëherë, po pikërisht, unë besoj që ajo nuk do të rri duke besue dhe shpresue që mund t'i sjellë dobi skenës politike, zhvillimit demokracisë në Kosovë dhe avancimit sidomos të subjektivitetit juridik ndërkombëtar të Kosovës
Jo, dhe për përshoa, shë ka dishmëri të zonës Osmani për të rikthyer në LDK? Nuk mund ta them shprehimisht këtë, por sinjalet flasin për një mundësi goxha reale që kjo të ndodhë. A do të kishte, në rast gjedhës, a do të kishte efekt kjo? Besoj shumë. Beson shumë që i bje kjo? Besoj shumë që do të kishte efekt. Dhe këtë nuk e shoh nga këndvështrimi i LDK-s, e shoh nga refuzimi i VV-s që të heqi dorë nga Osmani. Pra ata kanë dëshiruar që ta heqin nga posti i presidentit. Mos ta kenë për një mandat dytë, por jo ta lëshojnë paret që të shkojnë dhe të vazhdojnë karrierën politike në një tabor tjetër apo në një ta bënin ministër të arsimit e ki fjallet? Po ato. Pse ku po shë refuzimi për me heq dorë? Po refuzimin sepse ata akoma nuk e pranojnë që nuk e dëshirojnë Vjosa Osmanin. Ata me çdo kusht dëshirojnë të krijojnë perceptimin publik që gjithçka është rregull mes LVV-s dhe Vjosa Osmanit. Sepse edhe nëse ajo del me pa më fort si kapriçe personale të saj, po jo si ndonjë ndarje mes platformës saj politike dhe lëvizjes vetëvendosje. A ka pas dëm sitni të fundme? Nuk e di, nuk jam në dijenit kësaj, por mu më shtjen të mendoj seriozisht fakti që vetëvendosja nuk e bën akoma të qartë që i ka da rrugët politikisht me presidentin Osmani. Dhe insiston në çdo formë, në një mënyrë apo tjetër ta mbaj në taborin e saj. Pa ka insistim edhe jo publik? Sigurisht. A dini ndonjë gjë Bardhyl? Jo, nuk ka thashë teme këtu aty, por nuk ndoshta janë vetëm thjesht rumors. Bardhyl, kur i pes zgjedhjet, përfundimisht pyetja e fundit është kështu. Zgjedhjet korrekt a në prill? Nëse vazhdojmë të bëjmë sallta politike me dispozita juridike, rreziku është që të shkojë në korrekt. Por nëse qëndrojmë besnik dispozitave kushtetuese, dispozitave juridike, zgjedhjet duhet të bëhen 45 ditë, që i bie më së largu nga 31 marsi, kur flet gjykata kushtetuese. Pra, 45 ditë që fillon nga 31 marsi. Prej ditës kur del vendimi i gjykatës kushtetuese, 45 ditë duhet shkohet në zgjedhje. Jo nga data kur është marrë dekreti, por kur del vendimi i gjykatës. Jo, sepse i ka pezulluar. I ka pezulluar. Kështu që kur merret vendimi, që vjen diku përveç nëse ka ndonjë surprizë që për mua do ta lexoja me shumë mendje pastaj edhe betet ne që të merremi me çështje akademike, bëjmë punime akademike pastaj mbi këto lloj vendime juridike gjykatës kushtetuese. Bardhyl, duhet po pyetje të sinqertë dhe ama një përgjigje të sinqertë. Kemi pas Adnan Rustemi që i tha ambasadorëve mos shkoni me bë presion gjykatën kushtetuese. Por edhe lëvizja vetëvendosje ka pas një raport çuditshëm kur i kanë pëlqyer vendimet e i ka pëlqyer gjykata kushtetuese. Kur si kanë pëlqyer vendimet, gjykata kushtetuese është shkon e kaput. Sot për sot, kush e ka më shumë të kaput në thojza gjykatën kushtetuese? Lëvizja vetëvendosje apo opozita? Se unë e kam përshtypjen që VV ka fuqi më të madhe sot për sot në gjykatë. Unë vazhdoj me besue që gjykata kushtetuese është institucioni. Ashtu vazhdoj, edhe unë me besu që ka kredibilitet. Por ta themi nëse dikush e ka, por kush e ka më shumë? Është institucioni që ka qëndruar mbi palët edhe i ka qëndruar besnik interpretimit të kushtetutës. Pra, unë vazhdoj të besoj që vendimet që merr gjykata kushtetuese nuk janë të influencuara as politikisht, as nga një forcë tjetër e jashtme. Tentativa ka pas, ka edhe do të ketë vazhdimisht. Siç ka pakënaqësi që në fund cili do të jetë vendimi i gjykatës kushtetuese, njëra palë do dalin e pakënaqur. Dhe nga pakënaqësia që e ka nga vendimi i gjykatës kushtetuese, do ta sulmoj gjykatën. S'ke që bë gomarit i bie samarit pastaj. Pra, vendimi pasi të merret, palët duhet ta respektojnë, si do që të jetë ai. Dhe unë besoj që gjykata kushtetuese do të marrë një vendim të drejtë edhe në përputhje me kushtetutën. Okej, faleminderit Bardhyl. Kënaqësi.